Korça priti një nga ndalesat më të veçanta të turit të njohim Shqipërinë Fiat Topolino, duke sjellë në pazarin e vjetër të qytetit 20 automjete klasike italiane të prodhuara mes viteve 1936-1955. Ekspozita tërhoqi interesin e madh të banorëve dhe turistëve, të cilët patën mundësinë të njiheshin nga afër me ikonën e automobilizmit evropian, me pjesëmarrjen e pilotëve nga Shqipëria dhe Italia. Ky aktivitet nuk ishte vetëm një fest për pasionantët e makinave retro, por edhe një promovim i turizmit kulturor dhe historik të qytetit. Donim të shihnim Shqipërinë, të njihnim jetën e shqiptarëve. Çdo gjë na duket e bukur, turizmi këtu është elitar. Bëm shumë mirë që erdhëm. Është era ime e parë në Shqipëri dhe më pëlqen shumë. Pamja është e mrekullueshme. Udhëtuam nga Gjirokastra në Korçë dhe rruga ishte vërtet relaksuese. Është vizita ime e parë në Shqipëri dhe ka qenë përtej pritshmërive. Rrugët e reja janë të bukura, megjithatë të vështira për këto makina të vjetra italiane. Unë kam një model të vitit 1950. Janë makina ikonë të Italisë që kanë kaluar luftë, revolucion dhe kanë parë më shumë se kushdo. Sot kemi bërë një rrugë që do të më mbetet gjatë në mendje. Shqipëria ishte një surprizë e bukur. Fiat Topolino, simboli i thjeshtësisë dhe dizajnit elegant italian, pas më shumë se 8 dekadash, vazhdon të ngjallë emocione dhe të mbajë gjallë historinë e automobilizmit. Korça, me traditën e saj të aktiviteteve retro, u kthye edhe një herë në një qendër atraktive të guidave turistike dhe ngjarjeve të veçanta.